Me që dashur, tani është koha për debatin social, ku tani të flasim për një temë shumë interesante, të flasim për alpinizmin në përgjithësi, për shtigjet në Kosovë dhe rreth Kosovës, për të diskutuar për këtë temë. Sot e kam luftuar një panel të mrekullueshëm, bashkë me mua në studio, Valdete Çollaku, mirëserë dhe shumë kënaqësi. Mirësirgjej, faleminderit për ftesën. Nazmi Hasan Ramaj, mirëserë dhe shumë kënaqësi. Mirëserë. Angel Maliqi, Angel mirëserë. Si dhe Besnik Reka, mirëserë. Mirëserë. Si po ecin këto ditë për juve? Fundjava zakonisht i keni të angazhuara me ecje, ngjitje, sepse gjitha këto pastaj do t'i diskutojmë më gjerë. Ecja, ngjitja, krejt këto dallimet, po besoj që jeni adekuat për të na folur për këtë pjesë. Po, zakonisht vikendet i kemi të gjithëherë të bllokuara sepse organizojmë evente të dielleve. Mirë po, Nomad Kosova është masi që e ka pas një periudhë jashtëzakonisht bujshëm sezonën që e patëm verore. Për momentin jena të organizu vrapimin e nëntorit, i cili është njërë ndër evente që mbyll ndoshta edhe krejt sezonën e vitit. Vrapimi i nëntorit është edhe, domethënë, organizohet në Prekaz, është ndër viti i 5, viti i jubilari 5 vjet. Deri tani janë të regjistruar 200 veta për krejt rrojeve shqiptare, deri me 23 realisht nëntor ka kohë për mu regjistru. Do të thotë dikon po presim deri 400 veta të vinë në eventin e nëntorit. Vrapimi i nëntorit tani viti i 5. Deri tash si ka qenë pjesëmarrja? Është ndoshta një vrap që mundet me marrë pjesë secili apo? Realisht vrapimi i nëntorit ndahet në 2 disiplina, bëhet për shkak të festës së 28 nëntorit, festës së flamurit, ditëlindjes komandantit legjendar të Mjasharit, daljes në skenë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës për herën e parë. Edhe tash është domethënë viti 5, çdo vit është gravitu numrin se cilën herë ka pas, domethënë numër më të madh të njerëzve që kanë marrë pjesë, po si vjet po shihet se interesimi është shumë më i madh për shkak normalisht si tash edhe kanë si event njerëzit e kanë të datën e caktuar se çka kanë me bë, sidomos komuniteti i vrapuzve, po edhe komuniteti i peshkatarëve dhe i krejt sportistave, sepse ajo është një po them një si them është një event që i prek secilin, nuk mundet dikush me thonë se jo s'po marr pjesë. Po ndalemi fillimisht tek përvojat personale themi të secilit prej juve. Çka ka qenë ndoshta diçka e parë që ju shtyu të bëni një ecje apo një ngjitje në mal? Po çdo njeri e ka një shtysë të veçantë, varet pe karakterit të tij, pe rrethonave të tij, cilat kanë qenë arsyet që ka filluar më marrë me sporte në natyrë. Në rastin tim është traditë familjare. Kemi si tradit vim pej zonës Pejes, pej Kosovës perëndimore, ku ka qenë tradit bjeshka. Po vit pas viti, edhe po thëmë mas të luftës Kosovë, vetëm është kriju dhe klubi, edhe kemi fillu në mënyrë pak ma të artikulume me zhvillu aktivitetet tona. Me qenë se u përmenë si është debat social sot, edhe ne kemi debate, komuniteti jonë kemi debate, jemi klubet të ndryshme, vim pej zonave të ndryshme, mi po qëllimi është i njëjtë, është promovimi i shëndetit, promovimi i vendit, edhe gjatë rrugës kemi mësu që ka disciplinat të ndryshme, kemi mësu që dallon alpinizmi prej ecjes së zakonshme, pastaj ecja i ka 6 kategori, alpinizmi ka 11 kategori të ngjitjes, madje alpinizmi është sport olimpik tash, edhe njeriu mëson gjatë rrugtimit të vet. Pak mëson prej vetes, pak të mësu, po mëson edhe prej miqve, prej përvojave të këqija dhe të mira. Kështu që çdo njeri prej nesh ka një shtysë të caktuar që vjen prej një rrethane, edhe ka vazhdu. Valdetja punon në këtë farfushe, Besi ashtu, Angel gjithashtu, edhe çdo njeri ka tregimin e vet, edhe kjo krijon komunitetin në Kosovë. Treguar që për juve ka qenë një lloj tradite familjare. Sa po mundoheni që tash edhe gjeneratave të reja, fëmijëve në familje t'ja kultivoni pak a shumë këtë pjesë? Ndoshta fillimisht me dash natyrën e pastaj me fillu me këto ecjet dhe alpinizmin apo çfarë të gjë tjetër. Pikërisht ky është dash me qenë misioni çdo subjekti që është i organizuar, edhe është i regjistruar si subjekt në Kosovë. O fjala për subjektet të sporteve në natyrë. Është dash me pas misionin, edhe çdo subjekt që regjistrohet e ka edhe vizionin dhe misionin të shënuar. Spaku klubi alpini ka. Edhe ne mundohemi ndjek ato hapa, edhe me loni vargjurme kulturore, me loni trashëgimi të fëmijët, sidomos të fëmijët, sepse ata brenda 10 viteve po bëhen tritur.
Nëso 10 vjeqar tash, për 10 vita i bot burë ose gru, edhe mundet edhe mi vazhdu këto. Kështu që mendimi personal është që këtë lidhet me energjin, me marveshët brenda klubit, brenda komunitetit, edhe artikulimin e natyrë. Dhe të mënyra qysh komunikon. Çfarë komunikimi ke, edhe po jemi të elon i gjurëm, unë besoj që jemi gjithë ne të elon i gjurëm, Kosova tash ka mas shumë t'i klube në rajon, të regjistruara. Pavarësisht që aktive janë vetëm 30%, të regjistruara ka mas shumë t'i në rajon. Dhe thot kjo të regoni tendencë, trit e kam pasi mundësi, deti nuk kemi male, edhe besoj, edhe unë jom shumë i bindun që Kosova ka tepër resurset mëdha edhe njerëzore, edhe natyrore, që me zhvillu këtë sport, me zhvillu këtë mënyrë jetese, madje ne e quaj mënyrë jetese, nuk ka bo pjesë e jetës. Pikërisht, Angel, ka qenë edhe për ty diçka e tillë, ndoshta si traditë familjare, apo vetë se ka filluar si një dashuri për natyrën kështu? Jo, për mua nuk ka qenë traditë familjare. Unë kur kam filluar me bjeshkatari, vetë se kam qenë sportist, jam marrë me fitness, me gym, me peshngritje. Kjo ka qenë ndoshta mas 2 apo 3 viteve, ku thjesht në një ecje, kur e pash një event në Facebook, thjesht vendosa me provu diçka të re, edhe pse jo me vizitu me pa natyrën e vendit tonë, sepse për mua jo ka qenë era parë dhe asnjëherë s'kisha dalë ma larg se Ngërmin atko. Eventi i parë për mua ka qenë, mëj me thonë, nështë një dashni në shikim të parë. Edhe më ndej, këmë vazhdu në atë kohë me hiking njerë, me bejnën, këmë vazhdu gati çdo vikend, me i përcjell eventet, me shku për qef, me u knoq. Këmë pos një farë, edhe halja e kam një farë entuziazme tepër të madhë për natyrën, edhe sidomos me i vizitu bjeshkët tona, natyrën tonë, sepse me të vërtet e kemi një natyrë edhe kemi kapacitet shumë të madhë për turizëm. Thjesht kur del për herë parë në bjeshkët e Rogovës, për shembull, do këtë që jetë në një farë Zvicër ose ku me ditë ku. Po, normal, edhe kjo kërkon punë dhe kërkon angazhim në mënyrë që me i promovu këto, këtë pasuri që kemi, edhe besoj që me shumë angazhim puna ka me qenë frytshme, duke u marrë vesh me institucionet përkatëse, me njerëzit, që tha edhe nazë kemi kapacitet kapacitet njerëzor, kemi kapacitet natyror, edhe thjesht me i shti në funksion këto kapacitet dhe mendoj që Kosova mundet me u pasuru halo ma shumë edhe në këtë aspekt. Fatmirësisht kemi vende shumë të bukura natyrore, si që ceki edhe Angel, cila ka qenë ajo ecja juaj e parë që ndoshta ju ka shtyp pastaj që me u marrë gjithmonë me këtë sport? Unë si që thanë edhe parafalësit, vi prej një zonës që është vend malor, nga fshatë jem, aty ka fillu qysh si fëmëri, edhe kemi vazhdu deri tani. Për natyrën, kam një dashurit madhe, edhe aja më ka shty që shtim më bo njëri ma pozitiv, shtim njëri më bo pak ma rekreacion, me fillu me gjanat mira, qysh momentin e parë që tha dhe kjo që e sheni natyrën, atëret e veç fillon një energji pozitive në shpirtin tanë. Kështu që për natyrën me folën shumë pak, ndoshta nuk na premtojnë shumë as kjo emision apo shumë emisione tjera, po si do qoftë ne jetojmë në një vend shumë bukur, në një vend shumë që i përkit ndoshta është vendi më i miri në rajon. Kështu që vazhdojmë edhe në të ardhmen me ecje. Pali për shkak që ke pas kontaktin edhe me shumë turistë tjerë që kanë ardhur në Kosovë prej vendeve të ndryshme dhe ke pas kënaqësinë dhe fatin ndoshta me qenë guid e tyre dhe me bo ecje bashkë me ta. Se kanë qenë ndoshta ato komentet e tyre të para, të marrë parasysh që kanë vizituar dhe ata shumë vende tjera, apo jo? Realisht unë që 5 vitet e fundit jam punoj dhe në Pixel of the Balkans, Pixel of the Balkans dhe High Skardus Trail. Janë 2 produkte turistike malore që janë sot ndoshta, sidomos Pixel of the Balkans është shumë i famshëm në krejt botën, është bo krejt dhe kena klient që vinë prej Australisë deri në Amerikë, po ta tham krejt botën e përfshi. Komentet e tyne, realisht ata vinë me një pritshmëri, jo çfarë me mendojnë, dhe më thonë. Mirë po ndohen me një përshtypje të jashtëzakonshme, sidomos me
diversitetin në bjeshkëve që kemi na. Na në Peaks of the Balkans, që janë 192 km përfshien, do më thonë përfshin një territor ku ki, do më thonë, ki fusha, ki male, ki pyet mëdha, ki shkëmbejt jashtëzakonshëm, do më thonë, këtu diversiteti Peaks of the Balkans i ban ata që me u kthy me një përshtypje jashtëzakonisht të madhe. Mandej, që ai ban që me veçu pjesën tonë prej pjesës tjetër të botës është ajo egërsia që malet tona e kanë halo. Do më thonë, paprekshmëria që malet tona e kanë halo. Të krahasu, do më thonë, me pjesën e Alpëve evropiane. Sepse Alpët evropiane kanë një infrastrukturë të jashtëzakonshme. Mund është me shku për shembull në Zugspitze, në majën më të lartë në Gjermani me tren. Ndërsa te na janë halate paprekshme, edhe që ajo paprekshmëria dhe që ajo egërsia e bjeshkëve i ban ata që mi veçu bjeshkët tona në krahasim me tjerat bjeshkë në botë, gjithashtu kulturën që na e kena. Mikpritja, edhe bujaria, edhe dashnia që na ju japëm atyne. Dhe më thonë, këto janë disa elemente që ndërkombëtarët kthehen mandej në shtëpiat e tyre. Po si me thonë, si koment të parë, nuk e kanë këtë bindje, apo jo? Jo, si koment të parë, do me thonë vinë, sepse zakonisht e na, është interesant se unë e komendu që edhe ndërkombëtarët lexojnë shumë para se me ardhë. Po të garantoj që nuk e lexojnë shumë. Do me thonë, po, sidomos si vjetë kam pas shumë grupe, prej maj deri në tetor kam pas non-stop grupe. Edhe i pres që ata, kur të baj briefingun e parë, i pres që ata me pyet pak ma shumë, ose kanë njohuri pak ma shumë, por nuk kanë njohuri shumë. Edhe vinë me një njohuri ndoshta shumë të vogël, mirë po mandej ndohen me diçka, ose vinë me ato idenë se në Ballkan është një pjesë që quhet Peaks of the Balkans, edhe po shkojnë asë është në Ballkan edhe është me elit. Mirë po nuk ju del ashtu, sepse Peaks of the Balkans, të mos krejt se është Peaks of the Balkans është në bjeshtë e namna, edhe bjeshtë e namna nuk janë fare të lehta që është ata e mendojnë. Më thonë, do të me pas një pregaditje fizike jashtëzakonisht të mirë për me përjetu tripin që e banë në bjeshtë e namna. Po mundesh tash, ndoshta edhe pse ke pas shumë grupe, mundesh me kujtu ndonjë prej shteteve, prej atyre njerëzve që ndoshta kanë qenë edhe ata më të entuziazmuar, kanë qenë më të afërt. Prej kulturave? Po, Amerikanët janë shumë të afërt me ty, të respektojnë shumë si guid. Gjermanët po ashtu, do më thonë, krejt pjesa ndoshta perëndimore është janë shumë atë përrafte dhe kënaqen me ato që shohin. E shijojnë? E shijojnë shumë. Çka ndoshta e kisha cek lindjen si kulturën kineze është ma e largët me ty, mirë po e përjeton bjeshkën në formën ndryshe prej perëndimorëve. Për shembull, disa grupe po them të lindjes, jo krejt, po sidomos kinez, janë shumë të ndoshta të dhonën mas bërjes së fotografisë dhe videos. Ata janë jashtëzakonisht të dhonën, do më thonë mas TikTokut, mas Instagramit, do më thonë krejt, ndoshta ecjen e qojnë se si me bo një video për me postu në Instagram. Në të kundërtën, Amerikanët asë që e këshyrin telefonin kër e bojnë, ose Evropianë përgjithësi, nuk e këshyrin fare telefonin kër e bojnë një ecje, se e përjetojnë ma shumë, e këshyrin ma shumë, edhe që kjo ndoshta është ajo dalimin mes lindjes dhe prendimit, po thamë, se kemi gjithherë. Ndikimi i alpinizmit në turizëm, për shkak që vetë se folim për këtë pjesë? Alpinizmi pra, po them, është një disiplin ndryshe prej ecjes. Ne marim termat e gatshëm kështu për i perëndimorëve. Çka është alpinizmi më konkretisht, masi kështu tamam po e qartësojmë për gjithë ata që ndoshta nuk e dinë, çka cilësojmë alpinizëm dhe disiplinat e tij? Po si fjalë, si term, alpin vjen prej Alpeve, i perëndimorëve, do të thonë çdo ku është burimi i alpinizmit për këtë botën. Edhe lidhet shumë me ngjitjet që kanë maja 4000 metra për pjetë, që kanë borë, kanë akuj të përjetshëm, edhe ka përdorim të pajisjeve. Mirë po Kosova, fatmirësisht është pjesë e Federatës Botërore,
Edhe në federatën botërore ka shumë dikim Zvicra me standardet e veta, edhe ne kemi standardet e ecjes prej tyre. I thojmë SAC, kështu është e shkurtesa. Edhe në ecje janë 6 kategori. E ke parasysh numër ne, kategoria ne është gërmia, ecje thjesht, shtegu i dukshëm, numër 2 fillon bjeshka pak ma vështirë, numër 3 është kur ti prek me dorë, fillon më majt ka pak në përdeg, në për kështu. Edhe 4, 5, 6 e përpjet, ato janë kategori kur ti ke pajisje litar, helmeta, duhet me pas përvoj, në gjitje të akullnaja, e të tjera. Ndërsa alpinizmi lidhet me në gjitje shkëmbore. Ne jemi në federatë botërore, ato është standardi UIA, edhe janë 11 kategoritë në gjitje se alpinizmit. Po, është edhe një term tjetër që përdoret, bjeshkataria, mountaineering, edhe aty prap, edhe kjo përdoret në Evropë, edhe kjo është debati hapur. Po bjeshkataria ta shahin ma shumë të ecja, apo hin të alpinizmi, mirë po nuk është një kufi i sakt i ndarjes mes tyne kategorive. Në Amerikë është Yosemite sistemi, Rusë e kanë të vetin, Francesë e kanë të vetin, edhe kështu që Australianët e kanë një sistem të vetin të matjes e këtyre kategorive, prandaj ekzistojnë tabelat të veçanta, kur ti i lexon në Australian nëse ka orë me ecë me cilin do për i guidave këtu, ai e ka atë kalkulatorin e vetë edhe kështu çfarë vështirësie është shtegu. Do të konverton. Edhe në bazë të asaj e din, do thotë çfarë lloj traseje ka, sa është gjatësia, cila pjerësia, cila përbërja tokës, është 2, 3, 4 me standardin e tyre, se në bazë kësajna edhe vinë. Kjo përmendi Peaks of Balkans, përmendi Sharin, kjo është kategori 2 e ecjes, që është jashtëzakonisht e mirë për ecje turistike, e sigurt përderisa ecë në shtigje të shënuara. Alpinizmi ka ndiku në, sidomos Kosovë, unë po them ndoshta 10 vitet e fundit kanë dalë alpinista shumë të mirë. Unë nuk i njoh të gjithë, edhe alpiniste, edhe kanë filluar shumë me punu militar, kanë filluar shumë me bën ngjitje në zona që janë alpinizëm në kjo ecje. Edhe është ka lënë ndikim kjo, ka krijon një farë dashurie për natyrën, një farë respekti, po në anën tjetër është ka nxit njerëz më përgatit, është u nxit me njoft pajisjet më mirë, me njoft metodat e ngjitjes edhe përgjegjësitë. Do të nëse kjo është një temë ndoshta që kishim shumë sot me bisedu, përgjegjësia një guide në natyrë. Kur bën ftesë publike edhe i fton njerëzit më ardh, do shumë pak në Kosovë dinë që është përgjegjësi dhe juridike. Ki përgjegjësi dhe penale, nëse i ndodh dikujt diçka, e ti si e përgatit ose nuk e ke informuar me kohë personin. Se vi njerëzit jo gjithë janë përgatitur, Angeli përmendi një rast kur ka dalë herën e parë, ndoshta pas në ecje e komplikume alpine, atëherë kish pas probleme, se kish pas pajisjet e duhura, nëse kë ngjitet gjithkohon, është i përgatitur, po dikush tjetër s'kish mujt. Edhe kish pas probleme ose i shëzuo ose diçka e tillë. Prandaj kjo është temë shumë e gjon, alpinizmi është e rëndësishme që vjen pas ecjes. Do të më bëj përvojë disa vite, para se me kalu në alpinizëm. Edhe është përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe, sepse ka aksidente. Nuk është gjithçka e bukur në këtë profesionin tonë, e ka dhe anën e vetë negative, mirë po fundja ne kemi zgjedhur këtë lloj aktiviteti, edhe përpiqemi spaku ne që kemi më shumë përvojë, që mas pari mi qitë sigurinë në ecje. Kjo është tepër e rëndësishme. Turistat vinë në Ballkan për shkak të sigurisë. Në kohën kur s'ka pas siguri nuk kanë ardhur. Po të njëjtat bukuri kanë qenë edhe më herët, po s'kan ardhur. Tash ka fillu me një imazh i Kosovës mundru, i Mali Zi, i Shqipërisë ka fillu me bo një imazh më i pranueshëm, më i hapur, e kanë kuptuar që njerëzit janë normal edhe këto, nuk ka, do thotë, në luftë, kamaru, edhe janë të arë shumë, edhe janë të e vlerësu me notat larta, sidomos guiden, ushqimin, mikpritjen, se sa i përket pyjeve natyrës, ata kanë pa më shumë se na, të gjithë këta. Pas pak të ndalmi më shumë tek pjesa e përgjegjësisë, sidomos edhe të guidës dhe të personave, se ndoshta si duhet të jenë të përgatitur fillimisht për një ecje të thjeshtë, si ndoshta e formuloni një grup që të vinë bashkë me juve në një ecje apo ngjitje, po drejtash për krejt atyre shtigjeve që i keni ecur apo ngjitur, ka qenë ndoshta i kemi shtigjet themi të mira krahasim me rajonin, krahasim me vende tjera ndoshta që ke bën ndonjë ecje? Kur kam fillu para 2017, para 8 viteve, mundëm me thonë që disa shtigje kanë qenë të shënjuara, po jo atë sa sot. Dhe me thonë shënjimi i shtigjeve është shumë ma mirë sot, se sa para 8 viteve kur kam filluar. Që dhe me thonë është bo një punë e mirë, këtë drejtim, dhe normal, shkaktari kësaj punët mirë dihet klubet të cilat janë
përkushtuar angazhu, që kanë kriju projekte për me bo, edhe kanë pas qëllim për me bo këtë lloj mirëmbajtje të shtigjeve, po edhe krijimit të shtigjeve të reja. Mirë po hala ka nevojë, mendoj që ka nevojë ma shumë për me kriju hala shtigje, me mirëmbajt ato shtigje, edhe sidomos me mirëmbajt shenjëzimin e shtigjeve. Edhe sidomos me cek zonat ku rreziku është më i madh, edhe sidomos gjatë dimrit në Brezovic ku ka zonat të cilat janë shumë të lehta që orteqet me u shkaktu. Ato zona është mirë që më u shenjëzu me shenja të dukshme, të cilat mund me u pa edhe me u lexu edhe nga fillestarët. Por në përgjithësi mendoj që Kosova ka, si që përmendi edhe Nazi, shtigje të kategorisë 2 edhe 3, ku shumë letë munden që edhe fillestarët me pas qasjen e to, nën udhëheqjen e një guide profesionist normal. Sepse guida profesionist është ai që e udhëheq grupin, edhe ai që e cakton tempon e duhur, edhe ai që e tregon rrugën më të sigurt për me ecë grupi. Mendoj që tash e 8 vite kemi shumë ma shumë guida, shumë ma shumë njerëz, kjo tregon edhe interesimin e madh të trenjve, sidomos që janë të angazhuar dhe janë entuziast të natyrës, edhe që dojnë me bo jo vetëm si hobi, por edhe si karrierë apo punë për të cilën mund me fitu bukën e gojës, po normal edhe kjo lypet angazhim, lypet normal edhe investim financiar, sepse dush me investu për me u kualifiku në mënyrë që me pas një rezume të pasën, të ndën, në mënyrë që edhe do më thonë turistat e jashtit kur të vinë, me pas besimin e plot të këti. Është mirë me pas një bashkëpunim me institucione përkatës, në mënyrë që edhe Ministria e Turizmit gjithashtu me kontribu dhe me ndihmu këta trenjt që me u kualifiku hala ma shumë, me u eduku, edhe sidomos me u aftësu në lidhje me këtë sport, në alpinizëm, apo thjesht si guid malore, në mënyrë që mendoj që Kosova hala ka ma shumë kapacitet për hala ma shumë vizitorë dhe turista. Ne kom vizitu Gjeravicën, ashta pa knorë me thonë për herë të parë këtë vete, edhe pse 8 vite që kam bo bjeshkatari, po këtë vete kom vizitu Gjeravicën për herë të parë, edhe kom pa atë shumë turista të cilët të hujtë, të cilët bëjshin vrapim në përmal, bëjshin ecje të thjesht, edhe për mu ka qenë nështë një shenjë shumë pozitive, shumë e mirë dhe gëzim, duke po që të huj po vinë në vendin tonë, pe vizitojnë vendin tonë, edhe mas mirë të që po ju lenë shumë për shtypje. Si e tha Nazi, Ballkani ndoshta njihet si një region konfliktuoz, që hala ka lufta, hala ka probleme e sene, po njerëzit fatmirësisht po ndryshon mendja dhe bindja ndaj asaj qasje. Besnik, si qëndroj me pjesën e shenjëzimit, mirëmbajtjes, një të kohë dhe bashkëpunimin ndoshta edhe me institucionet përkatëse? Po, fatmirësisht unë ka 3-4 vite, pasi vija dhe për Ferizajt, Ferizaj është një zuk, domethënë para 4 vite, edhe në këtë vetë me plus 30 km, gjithsej ka 86 km. Fatmirësisht në bashkëpunim me kryetarin tonë dhe drejtorinë e turizmit. Mos i përmena këto shtigjet, na sa digzojnë 86 km në Ferizaj, ku kemi mbështetjen për institucionit komunal. Po, dhe na pak në mungon edhe ja shtetërora, po të më thonë, ma shumë të ministrijës, se ka nevoj shumë ma shumë Kosova për shenjëzim edhe shumë ma shumë për siguri, se mbi gjitha ne dojmë shëndetin, po mbi gjitha e dojmë edhe sigurien. Gjdo alpinist, apo gjdo bjeshkatar, se ma shumë të thënë, pasi Kosova dhe ka ma mirë, unë jam një bjeshkatar,
Jo një alpinist në fjale madhe për mu, po... Ke bo alpinizëm edhe ti? Po kemi bo, po jo shumë, në atë mënyrën, po alpinizëm ma diçka shumë e madhe. Jo, në do të në ndërhy këto, pasi është debat sot apo. Po pa tjetër. Ke bo alpinizëm. Besniku ka bo maja shumë të shtira në Evropë. Janë maja që edhe vendorët atje i kanë ondër, edhe ka bo me sukses plot, kështu që mësu bo modest, unë e një si alpinist. Edhe këto e kuptova prej te e sot që Ferizaj pas ka shtigje ma shumë se Prishtina. Dikon janë 20 km ma shumë i pas kine. Kjo është, sinqerisht, kjo është një kontribut i madh e krejt e ju veçeni këtu. Se për shembull, Nazi ka bo një punë të madhe në Germi edhe krejt pjesën e Gollakut. Mandej, Besi ka bo një punë të madhe në Ferizaj. Unë e kam bo një punë të madhe, për thamë se përmend edhe vetën në Skenderaj, në pjesën qendrore. Angeli normalisht nuk e dija ka se me Angeli njërem pak ma pak, po se cili për tyne do më thonë ka bo një kontribut jashtëzakonshëm sa i përket në zonat të ndryshme, sa i përket shënimit të shtigjeve. Tu e marë parashtysh do më thonë një krahasim 10 vjeqar. Do më thonë para 10 viteve në Skënderaj s'ka qenë asë një shënim. Sot tendenca e shtigjeve të Skënderajt është lidhja me Zubi Potokut që e kemi bo, do më thonë djeve që e dorëzova një projekt që e u shpërfundu, mandej kjo me bo një rrjedhje të mirë të shtigjeve që bashkon mandej me Istog edhe Bjeshtën Emna. Se cili prej këtyne këto kam bo një punë të jashtëzakonshëm. Përgjoj tashtë edhe përse dënë edhe Via Ferratën, edhe në drejtim kemi punu si bjeshkatarë, i kemi mundësu edhe po mundohemi t'i mundësojmë rinijës apo si që cikë edhe më herët fëmijëve tonë, që tha Nazi, sot i kanë është 10 vjetë, po pas 10 vitet do të bëtë 20, e kështu që i avlen ata të pakten, atë adrenalinën, të ndjenë qysh në fillim edhe në vendin e vetë. Edhe fillim nga vendi vetë, edhe sa ma larë, sa ma edhe jashtë Kosovë, pse jo edhe jashtë Kosovës, po dhjetë që me Kosovën, prapë thamë që nuk osën janë pak ma lokalisht në vendin tem, edhe du me promovu çdo herë ma shumë vendin tim, se është edhe vendi më i miri në rajon, për bjeshkatari. Inshallah në të ardhmen do të kemi sa ma shumë edhe alpinista, pse jo, po edhe bjeshkatarë sa ma shumë si javlin për shëndetin e përgjithë. E përmendet që qysh para 10 viteve ka ndodhur që nuk ka pas asnjë lloj të shenzimit, apo jo në përshtigje. Do thotë për 10 vite mundet me bo një lloj krahasimi të ndryshimeve të shumta që ka ndodhur. Definitivisht. Për shembull që muna me cik është që 2 projekte të mëdha që janë, domethënë High Skardus Trail dhe Pixel dhe Balkans janë 2 projekte ndoshta rajonale që i polujnë peshë në madh në turizmin malor. Këto shtigje domethënë janë të shënjume, sidomos Pixel dhe Balkans është i ka të gjitha segmentet të shënjume mirë, përjashtim të disa që janë pak më thella, mirë por prap vijnë më shumë intervenim në çato pjesë, sepse kur flasëm për 192 kilometra, mundë me thonë që Thethi dhe Valbona janë në një segment i cili është i shënjuar mirë dhe sepse është më i kapshëm. Ndërsa kur flasëm për Qeremin edhe për Valbonës edhe në Qerem, është një pjesë më e thellë që është më pak e shënjuar. Kështu që do më thonë kisha thonë që i ka pika që duhet ende me u intervenu, ose shtigje që duhet më intervenu, mund po kur e bëjmë krahasimin me para 10 vite s'kanë qenë fare. As ka pas tabelat informimit, as ka pas tabelat drejtuese, as një gjë. Domethënë tash në Sharë dhe në disa pjesë të Sharë, disa pjesë të Bjeshkëve të Namna ka shtigje të shënjuar mirë, gjithëndë për jashtim, mandej edhe këto pjesë të tjera të Kosovës që i përmena që po tham janë projekte të nisën prej neve, mirë po që janë të përfunduar po tham që ato që kemi nisë kemi përfundu komplet. Po e shtillojmë tash pak më shumë pjesën e sfidave dhe përgjegjësive të një guide. Shkak që i përmendet që përveç ndoshta asaj kënaqësi shpirtërore gjatë ecjes, arritjes në një maje, keni atë pjesën shpirtërore, por është edhe kjo pjesa e përgjegjësisë dhe sigurisë, cila po besoj që gjatë tërë kohës e keni si brenda, si një lloj stresi. Unë besoj që çdo guide duhet me pas nëse e qunë vetën guide,
duhet me pas këtë përgjithësi. Për mendimin tim, kjo lidhet ma shumë me shtresën kulturore, me njën shorrit që është eduku gjatë jetës vetë, sa ka pas përgjithësi ndaj gjanave që i ka bo dhe i ka arrit njët, se sa i përket shtigjeve, mi dit një shteg, ato e mëson dikur. Nuk është diçka që nuk mësohet. Po sa ke ti përgjithësi dhe sa ki rjet në ato zona ku hecë. Shambo nëse ke një grup në përgjithësin tënde, qoftë vendor, qoftë i huaj, qoftë me kontrat, qoftë shoqënor, në qëfar do lloj platforme, ti duhet me pas gjitha kontaktet. Nëse jemi bjesh në amnot me njoft njerëz, edhe në Qerem, edhe në Vuthaj, edhe në Theth, duhet me pas lidhje, duhet me përndryshe nuk funksionon. Ose funksionon deri në momentin kur ki problem në teren. Edhe kalon në situatën emergjente, aty djetë sa mund është ti me mbjetu, sa mund njerëz më varë në ty, llogarit janë tuaj, kanë orë në Kosovë, nuk kanë asnjë lloj tije ajo zgjidhja vetme për problemet e tyre. Prandaj, unë Kosovë e di që ka guidat mirë, kanë fillu me bo guida në lartësit mëdha, edhe nuk ka pas një aksident që ja vlen mu përmend, ose një humbje, ose një akt i theksum i pa përgjegjësisë. Se ka gjithçka ndodh, gjithçka. Dhe mos zonat tash mos paragjykojnë. Turqi për shembull ndodh guidat nuk janë të përgjegjshëm sa duhet. Ndodhin zona tjera të lindjes ku guida i kalon klientat në pyll, o i dhnu me kompaninë e vet edhe ka shku i kalon klientat. Kur janë të pa vendosne, të pa rregullume me ligj këto gjana, ose nuk e kanë një platformë etike sjelljes, kështu që ka shumë pikpyetje kjo punë. Në Kosovë është e rregulluar me ligj kjo pjesë? Nuk është e rregulluar me ligj, ka rregullore, po ligj nuk ka, madje guida nuk njihet si profesion Kosovë ende. Edhe kjo është një sfidë në të ardhmen për krejt neve, që me bo presion institucionet qendrore, që mu njoftë si profesion, sepse si mas statistikave, një guid që punon një sezon në Kosovë, sezona dikon rreth 6 muaj, 5-6 muaj, e ka pej 10.000 euro çakullim financiar. Edhe nuk punon rregullisht. Është gati si part-time, kështu me punu. Edhe do thotë, është për nivelin e Kosovës, është një çakullim i respektueshëm. Është punë e zëshme, ka përgjithësi shumë, pak gjumë, ecje shumë, komunikim vazhdimisht, ata janë shumë kurioz, vazhdimisht pyesin, duhet mi njoft kulturën e rajonit, etnografin, për gjeografisë po flas. Prandaj para se mi çujt njerëzit veten në guid, duhet me qenë të përgjithshëm. Ton guida nuk ka të bën me performancë fizike. Ka të bën me përgjegjësi dhe profesionalizëm. Edhe kjo me kohë fitohet, nëse vetëm me të vërtetë mendojmë me punu në atë profesion, se tash fatmirësisht edhe dimrit po punohet, ka mu zgjatë sezona. Kosova, zona Sharit është, ne kemi anën veriore në Kosovë, ka borë herët, është kualitative, rrinë ma gjatë se në Maqedoni, edhe kanë fillu me pas turët skimit, kështu që ka botë e famshme në këtë aspekt. Edhe mendoj që kushdo që donë me vazhdu me këtë profesion, me punu, duhet mi marrë shumë seriozisht. Nuk është mo vetëm aktivitet i lirë, nuk është mo vetëm hobi. Kur kalon profesion, duhet mi marrë shumë seriozisht. Edhe janë 2 organizata në Kosovë, është Federata e Bjeshkatarisë, edhe është Gajdex, cilat merren me këtë lloj standardit guidave, si guidat qytetit, si të malit, duhet me qenë standard. Edhe brenda pak viteve unë besoj shumë që ka mund joftë si profesion, edhe na kemi qenë ma të zëshëm, ma të artikulum para institucioneve, që me punu këtë aspekt, sepse turizmi nuk merret seriozisht. Për institucioneve tona, mendoj që është vetëm një departament në MTI, për turizëm është departament, nuk është ministri, edhe pastaj çdo komunë e ka një drejtori e cila ka fut turizmin në grupin e zhvillimit rural, ose sportit, ose që nuk merret seriozisht. Edhe nuk du me fajsu, mendoj që na krejt nashta nuk kemi të pjekun ende, me bo profesion. Prej shkak të mendësisë, për shkak të mendësisë generale të shoqënisë që kena, karshi turizmit, alo po vujna në gjithë aspekt. Po. Që ashtu the, shumë mire the, se une për shembull na vujna për me implementu një projekt të turizmit në institucione ose në komuna, na duhet jashtëzakonisht shumë me shpjegu se çfarë duana me bë për ata më na kuptu. Domethënë, është që kjo niveli i kuptimit të qësajna është i ulët në institucione. Po në përgjithësi në shoqëri ka fillu me ndryshu kjo pjesë, të marrë parasysh që tregua që rritet edhe numri i personave që marrin pjesë, po në aspektin institucional ka mbet ashtu. Po në aspekt, domethënë të e marrë parasysh domethënë që të 15 vjeç ose si ka lëviz te komuniteti
njerëzve në mal, dhe më thonë normalisht që është rritë, bile se cilën vjetë po rritet edhe ma shumë, kjo është një sen njerëz zakonisht shumë i mirë. Unë e di kur vitet e para kur kam fillu, ndoshta para 16 viteve, jam konë ndoshta e vetëmja femën që kam shku me një 20 veta grup meshkujsh. Mandej tash ka femna shumë në të më thonë bjesh, kështu që po flasë edhe për janës të femnës sa është ngrit kjo, po normalisht edhe kështu si komunitet, është rritë komuniteti vrapuzve, është rritë komuniteti bjeshkatarve, është rritë komuniteti i njerëzve që donë me bo alpinizëm. Do më thonë, po zgjerohet se cilën herë, po mandej, ndoshta kjo ka me arë që ka me bo një tranzicion, kjo është një lloj tranzicioni cili mandej ndikon edhe në mendësinë, ka me ndiku edhe në mendësinë e njerëzve, në shoqëri e në institucione. Po, si bëjnë përgjithësi për zgjedhja, themi, e atyre që ndoshta kanë qef me marrë pjesë në një fundjavë për një ecje, si bëhet ai lloj seleksionimi për shkak të përgatitjes? Ka zakonisht këshilla që jepni për një ecje, si të përgatiten, ndoshta vështirësitë, sfidat gjatë saj? Kjo për zgjedhjen e personave që marrin pjesë, po. Në vend. Po, zakonisht shtalë nëzë ma herë, nuk kemi ka pjesë ekstreme të ecjeve, po kryesisht shtigjet janë të kategorisë 2-3. Çka është për detyrë e organizatorit është me cek vështirësinë dhe sidomos do mu bë realist në ato, me pas parasysh që mundet me pas edhe fillestar në ecje, dhe me konë realist me kallëzu vështirësinë e sakt të shtegut i cili ka me unë gjitë, apo edhe maja. Ka rodhe mu më organizu disa evente, po dhe nga ato që e kumë pa të tjerë duke organizu, disa e bojnë një punë të mirë, disa jo, disa nuk shprejnë dhe atë shumë realist ndaj vështirësisë së shtegut, mandej ata që janë fillestar ose dorëzohen shumë herët edhe nuk e kanë mundësim për me shiju gjithë ecjen, por kryesisht detyra organizatorit është me konë realist në gjatësinë e shtegut, në vështirësinë, edhe gjithashtu me ofru mundësi të ecjes, ku një grup mund me qëndru ma poshtë, me ndalë, me pushu, dërsa grupi i cili është ma i përgatitur, ma i aftë, mund gjitë edhe ma lartë, me gjitë edhe majën, edhe kështu. Po nuk ka ndonjë do më thonë, vështirësia caktohen fillim në event, edhe nëse ka ndaj ecje shumë atë vështirë dhe shumë atë gjata, e gjithsesi duhet të cekët që kjo ecje nuk është e rekomandueshme për persona fillestar, apo për persona që janë për herë të parë në mal, por du me qeni sakt në ato që ecja është kryesisht për ata që janë të përgatitur edhe që janë të aftë me u përballë ndoshta edhe me kushte më të vështira atmosferike edhe sepse bjeshka mali është i paparashikueshëm. Edhe gjithashtu do më jap dhënat e motit, përgatitjet të cilat do mi pas, me pas këpucat e përshtatshme në ecje, gjithsesi që rekomandohen me qenë qizme të thella, me bazament ma të fort, në mënyrë që pjesëmarrësit me pas një ecje ma të lehtë, edhe ma efektive dhe ma eficiente, sepse në bjeshk nuk shkohet me patika, madje as gërmia nuk është një vend i cili mundesh me vrapu me patika thjeshta të qytetit, mi pas disa patika ma të forta, në mënyrë që mi rujt edhe kyçet e kamëve mos me u lëndu, sepse një lëndim sa do i vogël që është të dikush mundet me vonu grupin edhe me pas ndoshta pasoja për gjithë atë kolektive cili është aty. Gjithashtu organizatorët dhe me pas parasysh që me njoftu pjesëmarrësit me qenë përgatitur me veshje adekuate, edhe gjithsesi me ushqim, edhe duhet me tregu që a ka me pas ujë të peshëm apo burime të ujit në atë regjen të cilën janë duke shku me e vizitu. Dhe kështu mendoj që është përgjegjësi e organizatorit me informu
sakt edhe me qenë realist në ato që kam i ofru gjatë asoj ecjes. Për ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit fundjavë dhe për gjithë shka që ndoat këtu sot me ne, di që ka edhe shumë e shumë gjëra të tjera për diskutuar, po besoj që kemi lënë hapësire dhe për herën tjetër. Ishte shumë knajtësi, faleminderit shumë. Faleminderit.